Shikues të nderuar, sapo mora informacion se derisa ishte duke hyrë në sallën e Kuvendit të Kosovës, në hollën e Kuvendit, deputeti Veton Berisha pas takimit me kryeministrin Albin Kurti ka deklaruar se është pro formimit të institucioneve. Po ashtu për kallzo.com ka folur edhe zëvendës kryeministri në detyrë tani më deputetja Emilia Rexhepi, e cila ka thënë se është pro votimit, por që më nuk do të jetë as zëvendës kryeministri apo ministre, por që do t'i kthehet Kuvendit të Kosovës. Ajo ka deklaruar se nuk kanë pritur që deputetes bosnjake Duda Balje që t'i ofrohet posti i ministrës, po ashtu deputeti tjetër Rasim Demiri ka deklaruar për kallzo.com se është për votën e tij për kryekuvendaren dhe për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, por që për votimin e qeverisë do i duhet një marrëveshje me lëvizjen vervendosje, konkretisht me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Për momentin jemi në sallën e Kuvendit të Kosovës, përveç deputetëve të Partisë Demokratike, Veton Berishës edhe Nenad Rashiqit, akoma nuk kanë ardhur deputetët e lëvizjes vervendosje, ata të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, as ata të Nismës dhe deputetët e tjerë të komuniteteve jo shumicë.